Po marr pyetje pa fund këtu në Instagram, në Facebook, në telefon, në mesazhe të ndryshme për pensionet, pra për skemën e re të rritjes së të ardhurave pensionale për gjithë ata që janë sot në moshë pensioni edhe praktikisht marrin të ardhura nga pensioni i tyre. Është shumë e thjeshtë. Do të ketë një rritje të përmuajshme në harkun e një viti. Pra viti të parë, që është viti i ardhshëm 2026. Pra, shifra e parave që keni parë gjatë komunikimit të kryeministrit apo njoftimeve të tjera është rritje mujore e të ardhurave pensionale për gjatë çdo muaj të vitit. Vitin e dytë, që do jetë 2027, kjo rritje mujore do të jetë 2 herë më e lartë. Dhe vitin e tretë, që do jetë 2028, do jetë 3 herë më e lartë, derisa në 2029, bashkë me këtë rritje dhe bashkë me të ardhurat pensionale aktuale, të ardhurat pensionale për secilin nga ju të ndalojnë për pensionin minimal në 200 e kusur mijë lekë dhe për pensionin mesatar në 400 e kusur mijë lekë. Siç e thamë, ashtu do të bëhet. Verifikohet pas pak ditësh me diskutimin e buxhetit në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë dhe garantohet me votë në Kuvend. Kjo rritje e të ardhurave pensionale për të gjithë masën e pensionistëve që sot paguajnë nga pensionet e tyre.